Pas Departamentit Amerikan të Shtetit, një tjetër shuplak për Shqipërinë. Këtë herë ambasadori britanik në vendin ton, Duncan Norman, deklaron se gjysma e tregut të kokainës në Britani kontrollohet nga shqiptarët. For Albania, Albania really matters to the UK. That's partly for negative reasons. Albanians control 50% of the UK's cocaine market. Shqipëria ka rëndësi për Britaninë e Madhe dhe kjo për arsye negative. Shqiptarët kontrollojnë 50% të tregut të kokainës në Britani, si dhe janë shumë të përfshirë në trafikimin e drogave të tjera. Shqiptarët përbën një nga grupet më të mëdha të burgosurve, si dhe një nga grupet që hyjnë ilegalisht në Britani. Shqiptarët tentojnë që të bëjnë mirë gjërat, dhe një nga këto gjëra është edhe krimi. Ambasadori britanik tha se Shqipërisë do t'i duhet kohë për ta ndryshuar këtë imazh. Nga ana tjetër, Duncan garantoi se Britania do të vijojë ta mbështesë vendin ton edhe pas Brexit, duke ofruar edhe mbështetje financiare për realizimin e reformave të ndërmarra.